Dhe unë sot dua të ngrej një dolli për Beratin tim dhe për të gjitha ata që janë mbështetës dhe e duan këtë qytet ashtu si unë. Por kujdes, me një raki shumë të veçantë tek Zalua. Zalua ishte stërgjyshi im dhe unë jam Zalua i 4 i fisit ton, i fisit Avduli, se edhe kemi tradit familjare në çdo 4 breza, ne i vendosim pasazhet e emrin Zale. Me raki unë jam marrë që fëmijë, nga babi, nga gjyshi, por vetë që merrem vetë diku te 9-10 vjet. Po si, pse është tradit në breza kjo? Është tradit familjare? Ne kemi traditën familjare, sepse stërgjyshi jonë në 1918, pasi mbaroi shkollën në Itali për enolog, hapi një fabrikë në varfajnë të Gumenicës, një fabrikë alkooli që prodhonte raki, ver, konjak, uzo, sepse ato përdoreshin atëre. Dhe na la disa receta për pjesën e rakisë, që ne t'i dekantoni me shije të ndryshme. Nga mentja, te mandarina, te barbarossa, lule limoni, limon,